Kush do të ngrej kupën e finales në Big Brother VIP 4? Kush e meritoj të shkojë në gjysmë finale dhe gjitha zhvillime që po ndodhin atje? Do ta diskutojmë bashkë me mua në studio është kolegu im Don Spaju. Don, mirë se vjen. Mirë se ju gjeta, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë. Në anën tjetër është edhe kolegu tjetër nga Shqipëria, Redion Shtylla, që ka qenë me neve gjatë gjithë kohës në këtë Big Brother VIP. Redion, mirë se vjen. Mirë se ju gjej, shumë kënaqësi si gjithmonë. Gjithashtu, bashkë me neve në këtë diskutim do tjetë edhe Mirjeta Dervishi Sadiko. Këtëherë Mirjetën e kemi nga diasporat, shohim edhe mendimet atje në diasporë, si që janë për banorët. Përshëndetje, Mirjeta. Përshëndetje, diasporëve kemi shiku së të rregull për çdo emision, për çdo normal edhe për Big Brother. Atëherë po filloj me juve, si janë emocionet atje? Ishte gjysmë finalja, apo ati pastaj shumë reagime sa i përket se kush e meritoj të shkoj në gjysmë finalje, kush jo, si e ke parti? Me thonë drejtën këtë vetë, do më thonë, është pak shiku me sy kritik, sepse këtë vetë ka lënë shumë për të dëshiruar kjo edicioni Big Brother, nuk ka qenë sikur se vitet e kalume. Është parë që ma shumë ka qenë sikur ai lloj përktheu dhe për shtatë, do më thonë gjithë shka ka qenë me skenar, nuk ka qenë do më thonë siç duhet aty për aty të zhvillohet loja, kemi parë shumë situata, edhe këtë vetë ja kanë hup shijen e Big Brotherit, edhe ne si shikues, me thonë drejtën këtë vetë shumë pak e kom përcjell, veç prajme dhe këto, nuk më kalon ai farë kurreshtje që me prit me padurim me shikue se diçka. Po kë ka dash diaspora në gjysmë finale? A shkuan ata banorë që ndoshta po përkrahen më shumë ti? Them të drejtën, jo dhe aq. Kur është fjala tek una ditë të gjysmë finale, nuk kom prit që ka më shku Hygjerta, sepse Hygjerta nuk është që ka thonë edhe, po që dhe ajo vetë ka qenë, dhe më thonë, befasi edhe për atë, normal, për menimin tim e ka meritu me shku Benita, dhe pse ka bo shumë zhurëm, ka qenë ashta ka njëherë edhe në kundërshtim me veten për plot sene, mirë po Benita e ka meritu sepse i ka dhënë shumë ngjyra këtij Big Brotheri. E qartë. Doni? Po pajtona bashkë folësën për pjesën e Benitës që e ka meritu finalen para Hygjertës, po nuk po pajtona me pjesën që jënë bo shumë skenare, jënë bo kështu, jënë bo ashtë, për çka kanë hi aty mrena? Me bo skenare, me bo drama, me bo loja. Tash normalisht që se cili e gjenë, do me thonë, një bashkëlojtarës, një protagonist edhe antagonist, që me zhvillu debate, me bo loj, me bo drama, me kap prajme, që që kanë thonë gjatë krejt edicionit, edhe diqush është bo pak se nuk po di, shumica prej njerëzve po thonë që skenare, produksioni, ajo kjo, është loj brenda, është strategji që zgjedhin lojtarët me lujt brenda. Normalisht nuk mujna me përjashtu ndoshta edhe pjesën që produksioni mundet me pas gjesht në ndonjërën prej lojrave se çka po di ose me favorizu ma shumë një lojtar se sa një tjetër. Mirë po skenare bojnë lojtar me zvete, qysh edhe i kemi pa që kanë bo. Ndoshta të sharohet Mirjeta dhe pasaj po kalojmë të Redioni, ndoshta me sharu vetën se po thot nuk e ka mendu ashtu. Unë nuk e kam mendu, do më thonë, se i përket lojtarëve, po është po, do më thonë që rastin konkret po përmend në rastin e fundit të Albës. Për shembull, Alba ditë që shka dole në prajmë. Ndërume ka qenë Alba, ajo që ka bu skenare me Lodën edhe me Labin në transmetim live. Nëse nuk e ke pa, mundesh me hi edhe me i shiku. Nuk po flas, apo më lënë vetëm të kryt lutna, se nuk jam të dash me fol. Po flas, do më thonë, për atë pjesën që është parë në këtë vetë që kanë qenë, do më thonë, shumë kanë marrë direktiva prej zyrës, prej dhomës të rrëfimeve, që për këtë po tha. Nuk e di Mirjeta, po, pa fakte atë nuk e dim, se mund të mbetet vetëm një spekulim, sepse... Jo, po, mirë po mund të thamë që adet, do më thonë, në spektakël, Alba që shka dal me atë, unë e po du me umbulu, ashtu, do më thonë, ishte gjithë shka edhe në fund, do më thonë, kumbet ajo. Kumbet doli, nuk e boni atë veprem, që atë natë ishte ora 11-12, ashtu pak të thënë shaka, thësha ku do të bujnë të gjenë atë mbules, t'ja sigurojnë, sa jo në atë moment veç po donë me umbulu. Edhe do më thonë, kumbet ajo, mbas një ore, 2 ore e panë që nuk po shkon që ajo, edhe unë ma mërmenja që ma shumë ka qenë për me ato, me u mojt men që në këtë edicion Big Brother, se nuk mbojt men Big Brother atjerë që ka qenë një banore që ka vënë mbules, ose ka bërë këtë veprem, ose për këtë po thamë. Dhe më thonë, nuk jenë pa që kanë pas, nështë është menimi jem, po me synin që na e këna pa prej jashtë, e këna pa që ashtu që këtë vetë ka pas tendenca që banorët pak të jenë më
të përgatitur, nuk kanë qenë domethënë aty për aty në lojat përmes banorëve. Unë menoj që ma shumë e ka bo fakti që i kemi pas 3 edicione të mëparshme dhe se cili prej banorëve aty ka tregu që kanë shiku këgja shumë Big Brotherin, kanë përmend shumë litar, kanë përmend shumë strategji, mas ne kanë krahasu ndoshta edhe loj edhe strategji të ish banorëve që kanë qenë aty brenda, që kanë qenë ma të përgatitur edhe kjo ndoshta po bën me aludu që aty ka skenare. Ka skenare mes banorëve mendojon, po nuk është që menoj që ka skenare prej produksionit ose direktiva që po thuhet edhe po flitet. Redian? Sa i takon gjysmë finale, sa i takon mos prezencës së Benitës në finale, sigurisht që ne e masim impaktin e publikut në rrjetet sociale dhe se sa i gjallë kanë qenë banorët në prime, në vetë lojën e Big Brother dhe pa diskutim që nga dita parë deri ditën kur doli Benita ka qenë aktive me çdo banor, me çdo situatë, me çdo emocion të vetës së saj, e kam thënë që ajo posoi një lloj ndryshimi, një lloj rilindje, nuk ishte ajo më vajza gangster siç ishte ditët e para, por tregoi një vajzë që le të themi bënte shakade me veten e saj, bënte kunja, apo që ishte shumë reale, shumë e vërtetë dhe padyshim që la një shije të keqe që nuk është Benita në finale, për sidoqoftë ajo mbështetjen e publikut e ka, nëse është e zgjuar, ta kanalizoj në atë që ajo dëshiron që tjetë sërish në pjesë e ekranit. Benita fitoi publikun, kjo është në shtashmimi ma i rëndësishëm që mundet me marrë një banor ose një personazh që është në fillim të karrierës. Benita fitoi publikun, Konga i ka dhe s'kogja shumë, kështu që po besoj që ka me shfrytzu për të mirë këtë rast edhe që me mujtë me pas në shtatë një karrierë sa ma të gjatë. Ajo se që ka menojon që e ka penalizu Benitën në këtë loj, të paktën nëse po flasim për pjesën e shkuarjes në finale me vota reale në këtë rast. Sepse pat aludime që jo vota s'kanë qenë reale jo kështu. Nëse flasim me ato se që kemi pa me shkurje në Ygetës në finale, çka ka penalizu Benitën mendoj që është edhe pjesa e pëlqimeve të shumta të cilat i ka shpreh aty brenda, pavarësisht që nuk jam kundër me shpreh pëlqime ndaj personazheve tjera ose ndaj një mashkulli siç ka ndodhur aty, po e patëm rastin me Tonin, mas ne u fut ish i dashuri i Benitës brenda, për cilin thot endet që ka ndjenja. Më pas lindi një pëlqim për Klodin, debatet me Elionën edhe Klodin, kjo tresha që disa prajme vazhdoj me u diskutu. Menoj që pak kjo e ka penalizu Benitën për me shku në finale, pavarësisht që edhe një jam plotësisht i bindun që në vend të Ygetës në këtë rast, me qenë se po flasim, po edhe ma shumë se Lodo e ka meritu me qenë në finale Benita, për shkak të dinamikave që i ka kriju, për shkak të ngjyrave që ja ka dhënë, ka bo shumë debate, pavarësisht që si që për njojmë tash krejt ka bërtit shumë, i ka dhonë shumë atmosferë, i ka jep shumë atmosferë shtëpis. Pas spektaklit e kërkojshin gjatë gjithë kohës, ndërsa ka qenë disponime. Mirjeta, për ata që se din nëse po më dëgjan, po, ju jeni edhe motra e ish banorit Buci, edhe duhet ta bëj kështu një pyetje më direkt, a mendon se këto lojra që i bëjnë ndonjëherë brenda, e marrin ndonjëherë edhe themi kështu reagimin nga publiku, që publiku dëshiron t'i nxjerrë nëse nuk i qëndrojnë lojrave të tyre deri në fund? Unë e muj me thonë që nuk, se doshta edhe me thonë edhe këtë ma herët pas të ndërlidhem të kjo, që nuk muaj me ndonjë edicion që ka pos banor që ka ndalë edhe që ka qenë ashtë pak nërë që sikur në këtë edicion. Dhe më thonë, u po që diçka që aty ka pas, edhe në ata normal janë shku me boloj, na nuk du të me i marrë, dhe më thonë, sa e është vesh një loj kur dalin vazhdojnë një jetë krejt tjetër, dhe më thonë, si rast konkret është për vllaun tem, që dhe më thonë, kur gjos, ka bo një loj, ka dalë, ka jetën e vetë, ka vazhdu prap që aty ku ka mbet, edhin, po prap është ajo që, dhe më thonë, këtë vit, muj me thonë që ka pas shumë pak naksin nga ana e banorëve që ma herët, dhe më thonë, unë po flasë në edicionin e dytë, nështë edhe ka qenë një producetë tjetër në atë kohë kur ka qenë vllajen, nuk ka pas kësto lojrash që Ndështa Mirjeta, që mos me undalë këto, po ndështa edhe banorët se cilën herë që po hynë me pritshmëri më të mëdhaja, me kushtet tyre, pastaj ndështa edhe ajo nuk po i funksionon, kështu që asnjëherë nuk mund të themi 100% se çfarë ndodh brenda atyre dhomave të rrëfimit ose çfarë marrëveshje individuale ka. Ka shumë gjurmë diçka ka që aty. Është e vërtet që ka pas pak kënaqësi shumë të mëdha prej banorëve, sidomos në këtë edicion, mirë po ka pas edhe në edicionet e tjera. Kemi pa
shpesh edhe deklaratat e ish banorëve, ndoshta jo gjatë prej momentit që kanë dalë nga shtëpia, po kemi pa edhe me vonë që ndoshta me një farë forme i kanë hedhë kunja produksionit edhe Big Brotherit, po edhe nëse... Ma shumë ka hedhë kunja, në edicionet e kaluara ma shumë ka qenë publiku ai që ka vrejt ato pjesë, ama në këtë edicion me dalë nuk i kem një banor që nuk ka dalë... Nëse nuk ka fol një banor për lojnë ndoshta edhe hatërmbetjen që e ka pas, ka qenë publiku ai që e ka bërë. Kështu që kjo ka ekzistuar në këtë prej edicionit parë. Atë kalojmë pikërisht tek finalistët. Do me bëni krahasim. Do me thonë në edicionin e parë krejt Kosova, krejt Shqipnia ka me Donaldin. Do me thonë, ka edhe njeri ma i kërkum në Google që e la për mas edhe Edi Ramën edhe Sali Berishën. Po në fund fitoj Ilire. Ja që atë është folë që produksioni edhe Iliri azë. Kështu që, do me thonë, ka në gjdo edicion, fituesi i publikut, po në gjdo edicion ka këse aludime, këse hipoteza, paknatësi të banorëve për drejt produksionit, kemi pas edhe nga Vëllezrit Veshaj në atë kohë, më pas u fotën prapë në Top Channel në një emisión. Kështu që janë momentale dhe janë të pranishme në çdo edicion. Redian, Benita, për çka ishte në Tiranë? Arrite me kuptu si gazetar? Sepse gjithë po e prisnin që të futej në Big Brother VIP Albania. Në Big Brother e Shqipërisë, apo jo, informacione nuk kam nëse ka qenë në Top Channel për të pasur një bisedë, apo jo, ose ka qenë thjesht në këtë që unë e përmenda një ngacmim, një provokim, duke qenë që është kthyer si një lloj tradite tani më, ata që nuk marrin atë që pretendojnë apo që realisht nuk i jepet ajo që ne edhe kemi parë në rastin konkret të Benitës, e shikojnë si një lloj trampoline për të kaluar më pas në shtëpinë e Big Brotherit në Shqipëri. Po si po isha banorët e është vitin e kaluar që një herë ka ndodhur me Gjesi, nuk e besoj që do e përsëris më prapë Shqipëria këtë njëjtin veprim. Mireta, po thua që Gjesi është i papërsëritshëm, a? Nuk po tham i papërsëritshëm, por nuk e di që do të përsërit Big Brother edhe një herë një veprim të tillë. Domethënë një konkurrent që del nga Big Brother i Kosovës të marrë ftesë me një herë të hyj atje, nuk po di. Redian, çka po ndodh brenda shtëpisë Big Brother Kosova? Si është gjendja atje? Treshi për sheshi, a i kanë themi kështu ato komunikime që i kanë pas ma herët? Po, sigurisht tani ato janë emocionet e finales, emocionet e garës, se si do dalin, kush do ta fitoj, por po shikoj që londrimi është sërish në ato energjinë e tij të jashtëzakonshme, që është unik në ato që ai bën dhe që ka fituar zemrat e të gjithëve, por shikoj që edhe pjesë të estradës, artist, këngëtar, po e mbështesin, po e suportojnë. Është bërë viral për poshtë Brazilit, tani më edhe në Turqinë, një nga aktorët më të mirë. Nëse na ndihmon regjia, kemi edhe fotografin ku kjo aktoria pikërisht ka shpreh një pëlqim, një përkrahje për lëndrimin. E sigurisht kjo është një situatë shumë e rëndësishme. Po. Nëse bën me ndërhym, mund vim së lundrimi, se po të kishte lut lundrimi edhe më herë. Domethënë kjo treshja pak vonja ka nisë me u ndo, se është java e fundit tash me qit dhamt, po është dash më herët se lundrimi për shkak të shoqënisë, ndoshta e ka penalizuar kjo që ndoshta mos më kallëzu veten se lundrimi që padyshim që kishte qenë edhe fitues, mos më menu dy herë që thoni këtij Big Brother, po e kam frikën që do të jetë më ndryshe. E ke frikën se do ta fitoj kush, Mirjeta? Unë e menoj që domethënë gara do të jetë në mes e Elionës dhe lundrimit, po kam frikën se lundrimin ndoshta populli e don, po kur është puna te vota, shqiptar po nuk po të rreth tonin që të voton e kështu është pak problem për me fitu një edicion. Një reality show tillë. Për shembull, lundrimi nuk ka pas pare që ndoshta me Elion ose me Elion jashtë që me votu, e kam frikën që Eliona se është në diaspori, ka kushte tjera. Po kisha dashur që këtë herë populli me u vedisu, publiku me vedisu, mos me bëj zhurmë vetëm rrjetet sociale, po me votu atë që e meriton edhe me marr fitoren ai që e meriton. Nuk po flas edhe Eliona ka qenë mirë. Edhe Eliona ka qenë mirë, edhe nuk po tham, po prap unë kisha pas qejf që me fitu lundrimin. Se po të pyet gazetarin në studio, kë do ta votosh ti? Unë nuk do të votoj hiç. Nuk do të votoj. Nuk do të votoj hiç, kësaj here nuk do të votoj. Kena votu edicionin para 2 viteve mjaftu shumë. Ende po rikuperoheni nga ato vota për Bucin, a? Mirë, kjo është dhe fotografia që ne kërkuam pra për krahja që po jepet lundrimit, doni.
është një aktori shumë e njohur Demet Özdemir. Demet që për momentin është në kulm të karrierës me serialin e saj të fundit që është protagoniste kryesore, edhe normalisht që besoj kam indiku kështë shumë për mirë në influencën e lëndrimit, edhe nëse nuk e fiton kur del, besoj që kam e pas kështë një farë hajpit madhë prej kretë kësaj përkraje që po e merë, qoftë nga Brazili, tashme edhe nga Turqia. Unë po shpresoj shumë që lëndrimi ka me fitu. Po shpresoj që lëndrimi do dalë fitues. Jam tim lëndrimi edhe besoj që ka me dalë fitues. Prej ditës parë që ka hy, ka thonë unë ka me fitu. është ai ligji i tërheqjes, ai universi që ka kërku prej fillimit, po besoj që lëndrimi do t'jetë fitues i këtij edicioni, pavarësisht që kisha pas qef këtë vetë me fitu një femër, jo me ja dhomë, po me fitu. Po që fatkeqësisht nuk e kanë meritu asnjëna prej tyre. Redian? Po kam frikën që mos është që do të thonë që këtë vetë 2 edicione nuk ka fitu asnjë femër, këtë vetë çaja po kam frikën që mos po e penalizojmë lëndrimin, se normal lëndrimi e meriton për djalin që ka qenë aq i thjesht, aq i mirë, aq i ka dhënë lloj ngjyra asaj shtëpia, është gjëna që mos me fitua ideal. Redian, të dëgjojmë edhe mendimin tënd sa i përket finalistit. Kush mendon se mbet në fund? Pra kush do ta marr kupën, themi kështu? Padyshim unë kam thënë që nga hera që e meriton lëndrimi, por nëse do të ndalem tek Eliona, sigurisht ajo është një e re që ka treguar një lloj energjie në atë shtëpi, ka një artikulim të mirë, është një manipulatori, gjë që është vërejtur në të gjitha situatat që ka pasur me Treshi. Nuk më pëlqen që menaxhmenti i saj po ka nisur një lloj fushate kundër Klodit, të njëjtën gjë e bëri edhe kur nuk i pëlqejnë opinionet e Valdrinit, të njëjtën qasje ka dhe për ata që nuk më pëlqejnë, më kanë bërë dhe mua blok në Instagram, nuk e kuptoj kjo le të themi lufta e kundërmendimit që nuk i përshtaten lojës së Elionës. Pra me sa po kuptoj Redian, ty Eliona të ka blok në Instagram. Po menaxhmenti sa ajo. Menaxhmenti, e kuptoj. Po flas për Instagramin e saj. Po, edhe nuk më pëlqen që nëse do ta fitojë Eliona, besoj që do ta fitojë edhe me një lloj peshe, të një lloj keqardhje, që të një lloj dëmshurie që publiku e kanë dhënë nga historia e saj, dhe pse ajo në një bisedë që kishte me Klodin tha unë e kam ngucur labin që të më prekti të kjo situatë, pra që të arrish në këtë pikë edhe të fitosh një Big Brother për një lloj mëshire, për mua nuk është fitore. Herën e kalume kur kam qenë këtu në studio pikërisht në Kosova Live, pavarësisht faktit që e ka publikun të ndomë në dy polje, kundër edhe pro Elionës, është një strategji që Eliona e ka përdor për me arrit ndoshta deri këto. Më dhe se fiton, menoj që Eliona është dosh me u bo fair edhe me ndo bilem gjysmën e çmimit me ndo me lundrimin, se është lundrimi ai që ka punë deri kështu. Shqyqër ra Klodi edhe ja ndajti ato kutijat për me i marrë disa parat, se për Elionën nuk është i kish nda, mirë po e po reagimin, aty edhe ndryshoj lëndrimi pastaj pak qasje. Që po gjykohet, është strategji bre, ka hi me lujt aty mrena, normalisht që ka me shfrydzu historinë e saj, historinë e Amo është edhe ka qenë shumë kamen artikulume, nuk mojt mena edicionit qik 18 vjeç me konë qa që artikulume. Përgjigjet... Edhe që ka fitu shumë simpatinë e publikut, se sidomos në debate ka qenë kogja debatuse me argumentet forta me krejt. Ishte edhe në prajmin e fundit kurse kishte mbështetjen e Klodit dhe lëndrimit, se pas shumë diskutime që nuk ishte ajo Eliona që ka qenë më herët me përkrajen atyve dëve, sidomos me Dolçen. Mas shumëte, për me dojë mas nejtë kjo pyetje, është dë personazhet që po thunë që ka me fitu Loda. Po, ka shumë persona që menojnë që gara është mes Ludës edhe Elionës. Një komentator, kur gjë tjetër nuk ka bu, pos që ka komentu lojnë të tjerëve që atë mrena, mas pare është çudi që ka shku në finale, menojone, e me fitu që për Ludot strategun, po thua është çudi që... Nuk ka qenë strategji. Nuk e shesi strategji. Jo, as pak. Nuk ka qenë strategji. Ludo ka mri deri në këtë pikë të lojës, vetëm të komentu. Qëre qa buni Redioni me Aiden, qëre qa buni Klodi me lëndrimin, qëre këta i dajta, i bona, i ktheva, është ka për situatat të tjerve, nuk është që ka pas situatat vetën të cilin e ka kriju. Nuk ka pas as edhe një debat të cilin e ka kriju vetë. Krejt debatet të cilat i ka pas
për shkak të situatave të tjerëve. Ka shku të një banor, i ka thonë diçka për një banor tjetër, ma pas pëse ti i thes, ka qenë kjo. Redion, qka kishe pas dëshirë sepse jemi krejtë në fund me shtu për krejtë të dinamikat e fundit që ka ndodhë dhe që do të ndodhin deri ditën e premte? Po besoj që do të ketë edhe hyrje të ish banorëve 24 orë, për si do të qoftë tek apeli që të votohet, se shikoj që ka një lloj mbështetje masive në rrjetet sociale, por mbështetja nëse realisht duan të fitoj lëndrimi Eliona, Hygerta, Ludo, Klodi, duhet realisht që t'jipet me votë dhe jo thjesht duke bërë share në story, se okej, kjo e rrit atë searchin, tregon sa popularitet ka një lojtar, por nëse nuk do të votohet, atëre edhe produksioni është që shikon votat, edhe pse është ajo hija e dyshimit gjithmonë që ka dorë, se si kush do ta fitoj, por si do qoftë fituar janë, për sa kohë kanë ardhur deri këtu, për mua lëndrimi do të shkëlqejë dhe do të ketë një karrierë të lavdishme pasi dal nga e shtëpi. Po, Mirjeta, diçka për fund, sepse jemi krejt në fund. Vë pula me nonën të në telefon edhe më tha, mos haro pak, për me se lëndrimi është ma i mirë. Dhe me thonë kjo për kraja, për krejt gjeneratave. Po e ka dhe moshat ma të vjetra, do me thonë i ka që për krajë lëndrimi. Edhe kësha thonë me që dhe një sen e kësha shtu nëse ka mundësi, tek puna e Elionës. Nështë nuk ka qenë vetëm, unë e menoj që Elionën shumë raste i kanë penalizu edhe kur i ka tregu historitë e saj se shumë i ka thonë ndryshe. Edhe kjo mu i me thonë që asë një nuk i ka qu deri në fund që shukan që ashtot situata, po Elionën ma shumë ndoshta e ka një mu se Eliona ka qenë shumë artikulume në për debate, sidomos në për prime Eliona ka qenë një vajzë që mu për vetëm ka habit me artikulimet e saj që ka qenë. Ludo aksidentalisht, Ludo aksidentalisht po shqatu po është, i finale sot nuk e ka meritu as pak, unë s'kum pa kur fare loje për janës tina vesh pjesë komentime, si dhe komentatori ka qenë i Big Brotherit, kur gjë tjetër. Po, mirë, Mirjeta Redion, faleminderit shumë për këtë inkuadrim, ju përshëndesim këtu nga studio. Përshëndet mira, dhe fitoj me i mirë, t'ja bëjmë pak. Pa tjetër, do në diçka për fund. Privilegjet qenerit në studio. U përmend hyrja e ish banorëve, vesh po du me cek që Edona James e ka refuzu, e ka marrë ftesën për me hi edhe e ka refuzu. Mundën me hy në TikTok edhe me pa pse, nuk po e thimi këto, është Edona me gjuhën e saj që të regon pse nuk hyn, edhe pse nuk futet për 24 orë. Se? A mund të nga të regësh jo me fjallë të Edonës për të nga e për arsëtimin e saj? Nuk i ka pëlqy mënyra që është zhvillu loja këtë hera, po? Me gjasë nuk i ka pëlqy rjedha se që ka shku komplet kë Big Brother, si pas asaj që dëgjova dhe tha në rjetin social TikTok për mes një live, edhe ka refuzu ftesën për me qenë 24 orë branda, kështu që ta shojmë se kush dhe tjetë branda. A ke mendje ndonjë ambër, ndonjë informacion se kush mund t'hy? Mund t'jetë Drenusha, mund t'jetë Gresa, këto dy, Aludo që do t'jenë branda, mund t'jetë, po besoj që kam ju plecu dëshira edhe lëndrimit me hy gjeste. Nuk i djeta? Nuk i djetë, le të shohem. Po. është krejt java, ndoshta fokusi kështu te Big Brother, sepse deri të premtën tashmë janë edhe ditët e fundit, kështu që doni ne do diskutojmë edhe ditëve tjera. Faleminderit shumë që ishe sot. Kënaqësi gjithmonë.